Vend të bukur. Pse kishin i plan që shën i vend keq? Si e? Mirë. Kam shumë emocione. Të drejtën, mos të bëj kot tash si kur jam mirë. E si po pesa shumë se qa ke përgatit, shola është në i gjë e mirë, se postaj mund hash dhe në i dajak të vogël. Ti më duket cikletin e ke me dajak duke e përmend, kurse unë e kam duke të pjot na 10 hera, je mira, je mirë. Po mirë, nuk do i kena gjitha gjanat njësaj, apo e? Apo do që ti kena gjitha gjanat njësaj? Jo, kur je kështu pak i kundër tërhiqesh. Ku mendojnë që po shkojnë Olesja? Jam shumë kurioze dhe nuk e di, nuk e besoj. Po, shpresoj tani në një surprizë shumë galante të Brunës, si ti tregoj të njëjtin afeksion, dhe e kam vlerësuar pafund Florianën. Personalisht mendoj që është një vajzë shumë e mirë. Që me qetësi fitoi Brunën. Arriti ta fiton të Bravo. Brunën e vërtet. Shembull ky, që mëson. Mos vao për në presin kryshi, Bruna. Qa monstrej. Dhe më me të qeshme e konfirmoj. Tani kemi pak punë, se ece shumë kështu. Mos i të lidhur. Tani do duhesh të mbyllësh si kësy. Ece shumë me sy hap, desha me thënë. Po. Pse si tash me si mbyllur? Po, është dhe të s'ka gjesh. Shkon që bëjnë Kjo do të emocione. thotë që ke emocione. Po, kujdes, a? Hundën që të marrë shprim, me kujdes. Ja pra ka menduar për çdo detaj, edhe duke i mbyllur sy ta surprizoj tamam. Për një moment mendova se do nxirrte unazën. Unë mendova kaq shpejt Bruna, jo, mos u nxito. Marr. Sa gishtajnë? Nuk shoh fare. Bravo. Njëshin në botë. Po, kështu si ma ke voti? Se e bërë musi ninja. E prisja Arjan Brunën kaq romantik? E prisja e kemi parë këtu dhe me kur ka bërë surpriza tjera të mrekullueshme, në rastin e Efit apo të tjera. Tani duaj që kjo surprizë t'ja te i kaloj të gjithave. Patjetër atë shpresojmë. Ashtu duhet jetë në fakt. Havash. Tani kemi qik Janë punë. afruar me Sasha. Kena qik punë? Po. Qëndro këtu? Ishin shkallë, Bruna. Kjo do vjele me histori. Pak vështirësi sa ta arrin deri tek vendi, ë? Kjo do të thotë që ti mund të bësh njerëz. Në rrasë emergjence, po. Po më duken tamam princi dhe princesha. Princi që mban princeshën në krah. Te që këta. Më thuj kur ti hapë se nuk e hapë. Hapi. Ua, sa bukur. Marrin frymë dhe ne, Bora, Sa bukur qen ka vërtet. Wow. Bruna, detajist. Je mirë? Qa ka atë? Mbaj sytë në ekrani. Ndihem komplet i mbushur me emocione dhe të kesh kur mendoj faktin si kam hyrë edhe fakti që jam këtu tani. Kur kam parë për herë të para anën që hyri në këtë studio, të mendova se do ishte, si të them, do ishte shumë e vështirë për ta bërë për vete. Kam dy pëlqime. Njëri nga ata është Bruna. Nuk mendoja që një vajzë kaq e qetë do pëlqente dikë si puna ime. Jo. Se duhet të krijohet ajo situatë? Isha gjithmonë i përfshirë në shumë situata këtu brenda që le të themi nuk ishin as pak të qeta për karakterin e Anës. Por dy të kundërta shpesh tërhiqen. Ka dhe në ata emocione që s'duhet më kapni. Shiko se shumë po më të req. Shumë t'i pare të bukra. Ishe shumë e ndrojtur, po të shkëlqenin sytë, po në të njëjtën kohë edhe mua më shkëlqenin sytë, hyrja jote këtu për mua ka qenë gjë më e mirë që mund të bëje. Kujtoje takimin ton të parë, i cili le të themi ka shkuar keq. Duke sikur të pëlqesh shumë vetja. Shumë sot më duke. Në atë kohë unë isha i përfshirë shumë në një marrëdhënie me Efin. Di shumë mirë që çdo gjë me Efin është mbyll.
më pëlqente nga janë që kishe atë llojin në xhelozin, gjithmonë vinte pas me një siguri. Kur nuk hoqe dorë nga unë, pavarësisht situatave sa do të vështira, ti ke qenë aty në krah. Dua që të fokusojmë në këtë pikë të takimet me Florianën edhe nuk kam nevojë më që të krijoj njohje të reja. Unë kam interes ndaj Brunos dhe dua shumë që të shoh dhe Brunën në takime të tjera. Po aq e bukur sa mu duk sikur prindi im e tha atë gjë. Është gjëja më e bukur që mund të kesh të dish që dikush të vlerëson atë pikë që të lënë në përgjegjësi kujdesin ndaj teje. Duket sikur kam shumë vite që e njoh Brunën. Jam i mbushur me ndjesi, me ndjenja, nuk e mendoja kur që do arrija të gjeja dikë që të më vlerësonte, të më jepte dashuri. Më ke sjell një lumturi, një gëzim dhe i dua ditët me ty. Shumë emocion. Shpresoj shumë që ky rrugëtim të vazhdoj dhe jashtë me të njëjtën potencë, të njëjtat ndjenjë që kam krijuar këtu brenda. Takimet, surprizat që më ke dhuruar ti nuk kanë të krahasuar me asgjë pozitive që kam marrë në këtë rrugëtim. Mua më ke bërë një njeri më të mirë, që më ke bërë që mos të mendoj këtu veç për veten, po gjithmonë të mendoj dhe për dikë tjetër. Po drinesh. Kam shumë më të. Një përshkrim shumë i bukur në rutimin tënd ndaj meje. Më emocionove shumë. Një surprizë shumë e bukur nga ana jote. Dhe me shumë kuptim. Dhe më bëhet shumë qefi që ti e ke këtë lumturi nga unë. Dhe do e kesh gjithmonë. Çfarë them tjetër? Më ke emocionuar shumë sa nuk di çfarë të them më. Në shoh të sytë. Në shoh që po dridhesh pak dhe të dora. Këto emocione kaq të bukura, shpresoj që të kemi në vazhdim gjithmonë. Do i kemi? Unë që ta kemi gjithmonë të lumturi dhe mos ta kemi keq kuptime. Do të ishte pak më afër. Të vijem pak më afër? Unë vish dhe veti. Apo... Po unë po erdha nuk kam limit pasi. Se afër vi. Do të kena ta para martesës. Prandaj po them, të vish pak më shumë afër ti. Po pse më kuptosh? Po, se do më ndalash ti? Do më ndalash? Që më të ndaloj? O paro, pas ke limitit. Në fund! Sa e kemi pritur këtë fushje. Vetëm ti dëgjojmë pak? Edhe të këshire pak. E po kaq ishte, u da putja e parë tani nuk pushojnë. Do dishë me buti me mshim buskuqin. Dhe më të një me shiu.
Unë ndihem shumë mirë. Dhe unë kam thënë që me ty ndihem shumë mirë dhe do vazhdoj të ndihem shumë mirë. Që është më rëndësishme? Apo ja? Tani, me gjitha emocionet që kemi të dy, të e marrim me vete dhe të shkojmë prapë në studio. Okej, do ikim, po, do ikim prapë me symyll? Do të më prapë në krah. Okej. Të 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 përqafim shumë të fort një pas e pike? Në të këshu. E pata të gjithë e turbi. Dorim këtu pastaj. Në më shopa. E ndihmon prap Bruno dhe ndërkohë ne I presim patjetër në studio të vinë të komentojmë bashkë me ata, se me zi po presim ta komentojmë bashkë me ata. Për mua ky është një nga momentet më të bukura që kemi parë në Kulturë. Ndoshta edhe kjo putja e vonuar shumë erdhi tamam në momentin e duhur. Të dy ata na kanë thënë gjatë gjithë kohës që do ta bëjmë kur ta ndjejmë tamam, atëherë do të jetë ajo putje. Dhe ja pra që kjo putje erdhi.